Kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi të ftuar drejtorin e shtëpisë së shëndetit të Ulqinit, zotëri Kreshnik Mustafa. Me të do të flasim për vitin që po lëm pas, sfidat dhe arritjet e institucionit që ai drejton, si dhe për shërbimet shëndetësore që ofrohen qytetarëve dhe planet për të ardhmen. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Faleminderit që keni bërë ftesën dhe faleminderit gjithmonë për bashkëpunimin e mirësjellë që keni ndaj institucionit tonë shëndetësor. Faleminderit edhe njëherë dhe juve që jeni pjesë e emisionit të mëngjesit, sot për të bashkëbiseduar pak a shumë për sfidat dhe të gjitha këto që ky institucion ka pasur gjatë gjithë këtij viti që ne po lëm pas tashmë. Si do ta vlerësoni ju si një drejtor i këtij institucioni këtë vit që ne jemi duke lënë pas? Institucioni jonë shëndetësor është i vetmi institucion shëndetësor në komunën të Ulqinit, me kaq numër të madh si të punësuarve, po ashtu dhe pacientëve. Duhet të ceki që në shtëpinë e shëndetit brenda një muajit ka rreth 15 dhe 17.000 shikime. Institucioni jonë përfshin pra gjithë territorin e komunës së Ulqinit. Viti që po lëm pas është një vit shumë i suksesshëm, duhet të flas sa i përket shëndetësisë në komunën e Ulqinit. Duhet të ceki në radhë parë kemi aktivizuar fillimin e ndërtimit të objektit të ri, i cili është me sipërfaqe mbi 430 metra katror. Objekt ky i cili do të jetë në disponim të qendrës së radiologjisë dhe asaj të fizioterapisë. Është një ndërtim dhe investim është më i madh i këtyre viteve të fundit. Domethënë me këtë sipërfaqe të metrave katror të këtij ndërtimit është më i madh. Këto investime bën Ministria e Shëndetësisë me fondin për zhvillime kapitale. Gjithashtu jemi munduar që sadopak në shërbimin shëndetësor të arrisim dhe të vazhdojmë dhe të ndikojmë në përmirësimin e kushteve. Gjithmonë duke ditur që pse kur nuk jemi perfekt, por çdo ditë mendojmë dhe dëshirojmë që të përmirësohemi. Ne kemi bashkë me diasporën tonë, e cila sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi shumë kontakte të mira dhe marrëdhënie shumë të mira. Ato kanë shprehur dëshirën dhe jemi në prag të përfundimit të hapjes së qendrës së fizioterapisë në ambulantën tonë stacionare në Kadërkoll në anën e Malit. Domethënë do lirohet, domethënë sadopak qendra fizioterapisë që kemi në Ulqin me një numër shumë të madh të pacientëve do i mundsohet, do i lehtësohet puna dhe kemi pasur dëshirë që dhe banorëve të zonës së anës së Malit t'ju ndihmojmë dhe t'ju ofrojmë mundësinë që të shkojnë në terapinë fizikale ta bëjnë atje në qendrën tonë në stacionare në anën e Malit. Ky është një projekt që është në fazën përfundimtare. Mjetet janë gjetur, domethënë nga donacioni i bashkëdhëtarëve tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu duhet të ceki që jemi munduar që edhe fëmijët me zhvillime të veçanta, që ju caktojmë një kohë të veçantë, termin të veçantë, kur është pyetje edhe marrja e gjakut, kontrollimi i gjakut. Ajo kemi vendosur një orar të saktuar kur ato mund të shkojnë në shtëpinë e shëndetit, jo të përzihen me njerëz të tjerë, të largohen domethënë tollovis, por të kenë kohën e veçantë kur ato mund të marrin shërbimet. Kemi mundësuar që banorëve tonë mos të shkojnë në spitalin e Tivarit apo ndonjë vend tjetër sa i përket caktimit të grupit të gjakut. Duhet të ditë grupi i gjakut, secili person është mirë ta di grupin e vet të gjakut. I kemi caktuar ditë të veçanta që të shkojnë në shtëpinë e shëndetit tonë, të japin gjakun dhe ne kemi transportuar atë në spitalin e Tivarit. Këto janë disa pika që cilat janë munduar që gjatë këtij viti të përmirësoj, gjithashtu dhe digitalizimin. Kemi bërë domethënë pacientëve ju kemi mundsuar, sepse tani dihet jemi në fazën e teknologjisë dhe në këtë fazë ju kemi mundsuar që të gjithë pacientët banorëve t'ju mundsojnë që në mënyrë online, në manë të Facebookut, në manë të sajtit, t'i shohin cili mjek punon në cilën ditë, domethënë ndrimet. Dhe po ashtu kemi bërë digitalizimin edhe në shtëpinë e shëndetit, duke vendosur disa ekrane ku pacientët kur të vinë në shtëpinë e shëndetit mos të kenë nevojë të pyesin infermierët apo stafin, por mund ta shohin direkt nëpër ekranet. Nuk them që kemi arritur perfeksionizmin, por jemi munduar që sadopak të përmirësohemi kushtet, të përmirësojmë, që mundsojmë pacientëve që ato t'i kryejnë ato nevojat e tyre më lehtë.
vazhdojmë, presim çdo ditë ditës që presim edhe kritika, sepse nga kritikat edhe ne mësojmë, dhe me thajmë, ne jemi në shërbim të pacientëve. Duhet ta dim edhe punëtorët tonë dhe stafi jonë dhe unë kemi dyrë të hapura për secilin person i cili mund të ketë një paqartësi ose mund të jetë bërë diçka e cila nuk ka shkuar, gjithmonë i ka dyrë të mira të hapura dhe po ashtu edhe të stafit tim. Përveç të gjithë kësaj pune që bëni ju, cilat kanë qenë ato sfida që ju mund t'i cilësoni gjatë gjithë këtij viti? Sfida më e madhe ime ishte në fillim, dëshira më e madhe ishte njëherë aktivizimi, dhe me thënë se objektin e ri të cilin e kam gjetur nuk ishte i aktivizuar dhe unë jam munduar që të takimet e mia në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Fondin për Zhvillim e Kapitale ka filluar dhe momentalisht është vendosur pllaka e ndërtimit të objektit të ri, pra me këtë sipërfaqe kaq të madhe. Më vonë jam munduar, kam pasur dëshirë që të arrij që t'i përshtatim kohës. Dhe me thënë që të mos jetë ajo që të thrasim për çdo ditë, të pyesim cili mjek është, kur punon, në çfarë ore, ajo të bëhet në mënyrën digjitale, me anë të mjeteve tona, për shembull rrjeteve sociale ose sajtit ta kenë aty ta marrin informacionin e nevojshme. Këto ishin ato pikat dhe jam munduar dhe me thënë që t'ju lehtësoj pacientëve t'ju bëj sa më të lehtë që të marrin informacion sa i përket atyre nevojave që ato do i kërkojnë në shtëpinë e shëndetit. A ke pasur ndoshta edhe momente apo situata që kanë kërkuar reagim të menjëhershëm nga stafi juaj gjatë kësaj periudhe? Dhe si përballeni me këto? Normalisht, kemi një staf të kompletuar, dhe me thënë shtëpia e shëndetit të Ulqinit momentalisht ka rreth 132 të punësuar. Stafi është i kompletuar. Zakonisht kemi gëshëtime të moshës së vjetër dhe asaj të re. Kjo bën një gjë shumë të favorshme sa i përket dhe rrjedhjes së punës. Dhe me thënë, gëshëtohet fuqia me eksperiencen. Dhe sa i përket normalisht mund të ketë dhe ndonjëherë edhe anomali të cilat mund të çalojnë diku, mirë po në përgjithësi them që puna ka ecur mirë dhe nuk është se kemi pasur raste të veçanta në të cilat na është dashur të intervenojmë. A ka pasur ndoshta edhe përmirësime konkrete sa i përket shërbimeve që u ofrohen qytetarëve të Ulqinit? Po, është munduar dhe jemi munduar që qytetarëve që ju lehtësojmë pritjet, të ju lehtësojmë, kemi për shembull dhe sa i përket mjekësisë të familjes. Mjekësia e familjes përfshin pjesën më të madhe sa i përket sistemit shëndetësor primar. Dhe momentalisht kemi tamam 5 mjek në ndrimin e parë dhe 5 mjek në ndrimin e dytë. Flas për qendrën shëndetësore kryesore pra në Ulqin, gjithashtu edhe në anë të malit. Ky numër kaq i madh i mjekëve, domethënë lehtësohet dhe puna dhe pritja e pacientëve. Gjithashtu kemi bërë edhe një risi tjetër që harrova të përmend, është domethënë kemi vazhduar ku bashkë me komunën e Ulqinit. Komuna e Ulqinit na ka ndihmuar domethënë që në anë të malit, në qendrën stacionare në Kadërkoll, ditëve të shtuna pasditje dhe ditën e të diel kemi mjekun ton kujdestar. Domethënë edhe ditën e shtunë dhe ditën e diel nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes e kemi të mbuluar me mjek. Cilat janë ato shërbime më të kërkuara kohës së fundit nga qytetarët? Dihet, momentalisht është koha e sezonit të gripit. Po. Themi këtë vit gripi ka filluar më herët se vitin e kaluar. Zakonisht simptomatologjitë gripale janë ato që momentalisht kemi më shumë të frekuentuara, që frekuentojnë qendrën tonë shëndetësore. Vaksinimi i gripit është bërë në mënyrë mund të them të mirë, gjithmonë kërkoj që të bëhet edhe më shumë dhe më shumë. Moshat e thyera, njerëz të cilët kanë probleme shëndetësore me sëmundje kronike, graca xena, domethënë ato janë punëtorë shëndetësor, ato duhet të kenë prioritet dhe duhet sa më parë nëse nuk janë vaksinuar, të i bëjnë ta marrin vaksinën kundër gripit. Është vaksina më e sigurt dhe është vaksinë e cila vepron në këtë lloj tipit të gripit vepron me një efikasitet shumë të madh. Dhe kjo momentalisht është ajo gjendja aktuale sa i përket sëmundjeve të cilat është më së shumti përballohen personeli jonë shëndetësor, pra me grip.
Si e shihni ju bashkëpunimin e këtij institucionit tuaj mes qytetarëve të Ulqinit? Gjithmonë, unë jam njëri ndër ato punëtorë të shërbimit shëndetësor me parë që kam punuar në ndihmën e parë, po ashtu tesh edhe në shtëpinë e shëndetit dhe jam gjithmonë i hapur. Jam gjithmonë i hapur dhe pres secilën e njëri kritik, diçka e cila nëse diçka nuk shkon të më vinë të më informojnë. Domethënë, kam dëshira ime është që bashkëpunimi midis pacientëve, banorëve të qytetit, edhe personeli shëndetësor, menaxhmentit, të jetë në mënyrë shumë të afërt, domethënë që mos krijojmë bariera, shkallë, po të jetë një mënyrë të arrihet të kontaktohet sa më parë me mjekun, sa më parë me udhëheqësin, sepse ne aty jemi për të ndihmuar njëri tjetrit. Sidomos ne si menaxhment për të ndihmuar banorëve tonë. Dhe besoj që Ulqini është ndër qytetet sa i përket sistemit shëndetësor edhe më i furnizuar me staf shëndetësor dhe me gjitha gjëra tjera. Domethënë, duke parë në vende tjera, ne jemi të kompletuar me staf tonë shëndetësor. Kemi edhe mjek tonë të cilët i kemi në specializim, të cilët kemi fituar specializim dhe janë duke specializuar. Dhe besoj që ne jemi të kompletuar, jemi ndër qytetet e pakta që jemi të kompletuar sa i përket stafit tonë shëndetësor. Sa i përket edhe bashkëpunimit me institucionet mjekësore të tjera, siç janë Tivari dhe Podgorica, me to sa jeni në bashkëpunim dhe si koordinoheni me to kur keni nevojë? Sa i përket institucioni jonë mbas shtëpisë së shëndetit, një institucioni tjetër i rëndësishëm, të cilët banorët tonë ka nevojë dhe qytetarët tonë ka nevojë është Spitali i Tivarit. Jam në koordinim të shkëlqyer me drejtorin e Spitalit të Tivarit, ku kjo mund të jetë edhe një rresi kur çdo muaj mbajmë mbledhje të përbashkëta ne si udhëheqësit e shtëpisë së shëndetit të Ulqinit dhe me Spitalin e Tivarit, sepse ne shumicën e pacientëve aty i orientojmë. Se Spitali i Tivarit është spital, nuk është i Tivarit, ai është spitali edhe i qytetit tonë të Ulqinit. Domethënë përfshin jo vetëm qytetin e Tivarit, por edhe qytetin e Ulqinit. Bashkëpunimi është perfekt. Gjithashtu kemi marrëdhënie shumë të mira edhe me Institutin e Shëndetit Publik, ku një herë çdo javë mbahet ato quhet telekonferenca ku shkëmbehen mendimet në lidhje me sa i përket situatave të ndryshme, të smundjeve të ndryshme epidemike në qytet dhe në shtet. Në institucionin tuaj të shtëpisë së shëndetit në Ulqin, çdo vit mbahet edhe mbikëqyrja falas nga dermatologjia për të gjithë pacientët. Sa është kjo e rëndësishme dhe a duhet të ketë edhe në dega të tjera diçka të tillë? Është vërtet, pra këtë vit në shtëpinë e shëndetit ishin të pranishëm mjekët specialistë dermatovenerolog të cilët erdhën nga qendra klinike universitare. Ato bëjnë takimin falas për të gjithë banorët e qytetit tonë, të cilët kishin një mundësi që atë ditë të vinin në shtëpinë e shëndetit dhe të bëjnë kontrollin e falas sa i përket lëkurës. Domethënë, pa pritje ishin disa mjek specialistë dermatolog dhe ato kemi pasur një frekuentim shumë të madh dhe gjithë kemi dalur të kënaqur sepse edhe sensibilizimi me popullatën duhet jetë në atë nivel sepse t'ju mundsohet, t'ju jepet sa më shumë mundësi që banorëve të vinë dhe të identifikojnë problemin në fillim. Sepse nëse në mjekësi, nëse një problem evidentohet në fillim, atëherë dhe menaxhimi i këtij problemi, asaj sëmundje është më i lehtë të bëhen atë prognozat janë më të mira. Kanë interesim qytetarët kur janë këto aksione, nëse mund t'i quaj kështu? Fatmirësisht po. Në qytetin tonë fatmirësisht po. Fatmirësisht po. Sa i përket qytetarët sensibilizohen dhe menjëherë vinë dhe marrin këtë. Çfarë do t'ju këshillonit qytetarëve për ruajtjen e shëndetit, sidomos gjatë stinës së dimrit në këtë periudhë? Në radhë të parë, edhe një herë të gjithë qytetarëve të cilët kanë smundje kronike, janë mbi moshën 60-65 vjeçare, grave shtatzena, ju preferoj që të bëjnë vaksinën kundër gripit. Të mos e citojnë. Është parë që këtë vit kjo vaksinë ndikon dhe është shumë efikase në këtë nën tip të gripit. Radhë parë të bëjnë vaksinën. Pastaj, të ruajnë sistemin e tyre të imunitetit. Domethënë, të përdorin vitaminet e nevojshme, të bëjnë aktivitetet fizike, gjithashtu i preferoj që të largohen në çdo herë në përtubimet e mëdha, në ambientet e mbyllura,
sepse gripi transmetohet nga njëri person te tjetri. Më të rrezikuar janë dihet fëmijët, ish mosha e thyer dhe personat të cilët kanë një smundje kronike. Kjo është ajo të cilët momentalisht në këtë sezon të gripit unë ju kishe dhënë si sugjerim edhe si epidemiolog qytetarëve të qytetit tonë. Cilat do të jenë ato prioritete për vitin e ardhshëm që ka institucioni juaj shëndetësor? Prioritetet e mia si menaxher drejtori i shtëpisë së shëndetit gjatë vitit të ardhshëm janë një herë të ecim me hapa më të shpejt sa i përket pra ndërtimit të objektit të ri. Gjithashtu si thash më herët në qendrën stacionare në Katërkoll të arrijmë dhe të përfundojmë qendrën e fizioterapisë që të mundësohet asaj treva aty në banorëve që të kryejnë atë shërbim në anë të malit. Dhe të arrijë çdo ditë të mundohem që të arrijë që të përmirësoj kushtet që qytetarët të kenë më të lehtë dhe pritjet mos të jenë sa i përket kur ato të vinë në qendrën tonë shëndetësore, duke ditur se secili qytetar i cili vjen në qendrën shëndetësore ka një hall dhe detyra jonë si mjek është gjithmonë që qytetarit t'i dalim në ndihmë dhe t'i ndihmojmë. Këto janë prioritetet që kam deri vitit të ardhshëm. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit Ditë e Re, ku bashkëbiseduam për të gjitha këto sfida dhe të gjitha këto që i keni pasur këto suksese dhe ju urojmë edhe një herë gëzuar festat e fundvitit. Falënderim edhe nga ana ime, ju falenderoj juve si staf, gjithë juve dhe gjithë qytetarëve të qytetit të Ulqinit. Ju uroj vitin e ri 2026, ju uroj që të kenë shëndet, harmoni dhe mbarësinë në familje. Duhet të ceki edhe një gjë që Komuna e Ulqinit presim që gjatë vitit të ardhshëm Komuna e Ulqinit të bëjë një donacion për mamografinë digjitale. Është shumë e rëndësishme mamografia digjitale të jetë prezente në qendrën shëndetësore sepse parandalohet kanceri i gjirit. Ky është një donacion i cili në bashkëpunim me kryetarin e komunës dhe ekipin e tij kemi arritur marrëveshjen dhe Komuna e Ulqinit besoj që në ditët e ardhshme të vitit të ardhshëm, mendoj një fillimin e vitit të ardhshëm, do të bëj donacionin e kësaj mamografi digjitale shtëpisë së shëndetit të Ulqinit. Dhe për këtë jam shumë i njohës. Patjetër, është një sukses për qytetin e Ulqinit e posaçërisht për institucionin e juaj. Faleminderit edhe një herë që ishit me neve.